للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allah në falenderojmë edhe vetëm për ti ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë, për shëndetje, salavat, dua gjithherë, ja dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasur dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, prej veçorive që e ka muaji Ramazan, është që kemi thënë edhe më herët muaji i Kur'anit, apo muaji në të cilin ka filluar me zbrit Kur'ani. Dhe këtë e vërteton Allahu Dhul Jalal ku thot vetë në Kur'an: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Muaji Ramazanit është muaji në të cilin ka filluar me zbrit Kur'ani. Dhe kjo ka ndodhur në natën e Kadrit, që inshallah edhe më vonë do të flasim për natën e Kadrit. Pra nga bereqeti që e ka ky muaj, Allah Azza wa Jall ka filluar në të zbritjen e librit të tij, Kur'anin, me çka, për çfarë arsye, për çfarë shkaku, hudan linnas, udhërrofjes, udhëzim për njerëzimin, apo për njerëz. Por patjetër njeriu duhet me pas një rrugë që duhet me ndjek. Patjetër njeriu duhet me pas një udhëzim të drejtë që i tregon se si me jetue, çfarë me veprue, edhe si me shkue te Allahu, dhe si me kuptue jetën, si me kuptue dunjan. Allah Azza wa Jall e ka bëe me librin e tij, që këtë libër ka filluar me zbrit në Ramazan, natën e Kadrit. Dhe Kur'ani është fjala Allahut Dhul Jalal. Dhe kur të themi se Kur'ani është fjala Allahut Azza wa Jall, kjo do të thotë se Kur'ani nuk është i krijuar sikurse qiellët, sikurse toka, sikurse njerëzimi, sikurse melaçet, sikurse gjindet, sikurse froni Allahut Azza wa Jall e kështu me radhë krijesa tjera. Pra Kur'ani është fjala e Allahut, prej cilësive të Allahut Dhul Jalal, që kështu duhet ta kuptojmë. Udhërrofjes, udhëzim për njerëz. Pra Allah këtu ka thonë hudan linnas, për njerëz, për të gjithë njerëzit. Pra ai cili don me gjetë udhëzimin, Allahu ja ka mundsuar në Kur'an. Mirë, Allah në surën Bekara thot hudan lil muttaqin. Kur'ani është udhërrofjes, udhëzim për ata të cilët janë të devotshëm. Këtu po thot udhërrofjes për njerëz, për të gjithë njerëzit. E pse Allah në surën Bekara po thot udhëzim vetëm për ata të cilët janë të devotshëm? Që kjo don të thot që Allah Azza wa Jall nëse të ka dhënë devotshmëri dhe e ki kuptu Kur'anin dhe jeton me Kur'anin, dije që Allah Azza wa Jall ta ka dhënë këtë sukses posa që rështi. Dhe kjo mirësi Allahut Azza wa Jall. Po nëse je duke jetu me Kur'an, nëse je duke kënaq me Kur'an, u kënaq me Kur'an, nëse je duke shku parimeve, udhëzimeve të Kur'anit, dije se Allah Azza wa Jall këtë sukses ta ka dhuruar. Mirë, po nuk është kjo arsye që njerëzimi të thot sepse unë nuk udhëzona. Allahu
edhe për të gjithë njerëzit e ka bo udhërrëfijës. E ka bo udhëzim por ata të cilët dojnë me mësu, por ata të cilët dojnë me ndjekë rrugën e drejtë, se patjetër njeri që jeton këtë botë duhet me pas një udhëzim. Çish thash në fillim, duhet me pas një rrugë, ka shkon, ka jahman. Apo e shohim sot se bota në çfarë krize të madhe është në të gjitha aspektet, në të gjitha çështjet. Pse lloj kohe ka kalue, është ardhur dhe vjen, lloj sistemi ka kalue, i ka ndryshue dhe i ndryshojnë dhe vazhdojnë duke i ndryshu, megjithatë kanë probleme shumë të mëdha. Pse kanë probleme shumë të mëdha? Dhe kanë me vazhdu këto probleme, dhe kanë mushtu dhe nuk kanë mundal, për shkak se udhëzimi i tyre që Allah Azza wa Jalla ka përmend nuk është sipas Kur'anit. Udhëzimi i tyre nuk është sipas asaj që ka porositë Allahu Dhul Jalal. Dhe nuk mjafton me kaq. Shikoni sa bukur Allah Azza wa Jalla thot: "Wa bayyinatin min al-huda", dhe ashtën sqaruesi rrugës së drejtë. Allahu Akbar. Shikoni çka don të thot kuptimi, meditimi i Kur'anit. Nuk është vetëm udhëzim, mirë po ashtën edhe sqarues. Allah Azza wa Jall ta tregon edhe udhëzimin pse e ka bon. Pse e ka bon? Këtë udhëzim Allah Azza wa Jall me tregue që s'ka tjetër ku në udhëzim të drejtë, sikur se udhëzimi i Kur'anit. S'ka mirësi dikun të drejtë, sikur se mirësia e Kur'anit. Pra, të ka udhëzue, po ashtu edhe ta ka sqarue rrugën e udhëzimit, sepse ti me adhuru Allahun Dhul Jalal. Shembull, pse ti me fal namazin, çfarë dobi ka? Shembull, pse ti me agjeru Ramazanin, nuk ka thonë vetëm me agjeru Ramazanin, mirë po edhe i ka tregu Allah rregullat e Ramazanit, ka tregu se kur hin Ramazani, na ka tregu se prej çkafi duhet mu largue na kur t'jemi me Ramazan, na ka tregu edhe kush lirohet nga agjerimi. Pra Allah Azza wa Jall pasi që e ka udhëzu njerëzimin, ja ka tregue, ja ka sqarue edhe udhëzimin, sepse Allah Azza wa Jall e ka bërë këtë, dhe kjo mirësi e madhe që na posaçërisht në këtë muaj ta lexojna sa më shumë Kur'anin, ta kuptojna sa më shumë Kur'anin. Thash, ju që dini arabisht, lexoni sa më shumë, po e lexoni edhe në gjuhën shqipe. Dhe ju që nuk dini, lexoni në Ramazan Kur'anin në gjuhën shqipe, se këto është udhëzimi, edhe këtu janë sqarimet e rrugës së drejtë. Pra, i shohim problemet që neve mas pari në ndodhin vetën tonë. Shembull, kur dikush e devijon rrugën, edhe ka të lashe, ka probleme. Pse? Se nuk e din rrugën e Kur'anit, nuk e din udhëzimin e Kur'anit, apo i shtohen problemet familjare. Pse? Ko është kaku? Pse nuk e din udhëzimin e Kur'anit, nuk i din sqarimet e asaj që Allah Azza wa Jall e ka bërë jetën tonë me Kur'an. Pastaj problemet shtohen në tregti apo në biznes. Pse? Problemi është se nuk e ki bërë sipas udhëzimeve të Kur'anit, ose ki hin kamat, ose ki mashtruhe, ose ki traftue. Këret të janë probleme që pastaj ndodhen dhe t'i japin stres dhe shkaktojnë të lashe pas të lashe duke ushtue, edhe nuk e din se pse ndodhin këto kështu. Ndodhin për shkak se udhëzimin se ki kuptu. Udhëzimin nuk jetë e bohe ashtu qish ka thonë Allahu në Kur'an, dhe pos kësaj Allahu ta ka shpjegue, na i ka tregue. Shembull, kur flet Allahu për zeqatin, nuk thot vetëm e keni ju bërë zeqatin, po e ka treguar edhe çka duhet me dhon zeqat.
Kur duhet me dhanë zeqat? Si duhet me dhanë zeqatin? E kështu me radhë pro gjdo sen që Allah Azza ka obligu për neve, e ka bo zim, edhe na i ka sharue, edhe na i ka tregue se na si duhet me veprue, dhe Allah Azza me dëbind me tregue që kjo është e sakt, kjo është e vërtet, dhe nuk ka dilem, pra mendja e shëndosh, e kupton për se cilin, edhe ai cili ndoshta është kundërshtar i Kuranit, ndoshta hiç nuk është besimtar, kur ti shofe ligjet e Allahut Azza wa Jall, kur ti lexoje udhëzimet e Allahut Dhul Jalal, se çfarë preciziteti Allah Azza wa Jall ka bërë në të, vallahi ka me thonë kjo është e vërtet, edhe psone nuk besoj. Pa tjetër ka me pranue, se s'ka ndryshe. Allah Azza wa Jall është i cili na ka kriju, dhe Allah Azza wa Jall e din për neve se çka i nevojitet njerëzimit, e din Allah Azza wa Jall se cili udhëzim është për njerëzimin, dhe ai udhëzim është Kur'ani, është fjalë Allahut Azza wa Jall që ka fillu me zbrit në Ramazan, që ki muaj bereqetin që ka është edhe muaj i Kur'anit që të lexojmë, ta mormi udhëzim dhe ti mësojnë as sharimet e udhëzimit të Allahut që na i ka bu Allahu Dhul Jalal. Pastaj thot Allah, wal furqan, edhe është ndalues. Çka do të thot furqan? Ndalues i të vërtetës nga e pavërteta. Pra me Kur'an, me udhëzimin e Kur'anit e kupton të vërtetën, nga ajo që nuk është e pavërtet. Por ata njerëzit që sot kanë shumë probleme, telashe, shkojnë pas asaj që është e kotë, nuk është e vërtet. Pse? Se nuk e lexojnë Kur'anin, nuk e morin udhëzimin e Kur'anit. Momentin që ka njerëzi që tregojnë vetë, thot unë du me gjetë vërtetën. Shembull, s'ka qenë besimtar fare, edhe fillon me lexu lloj libra i lexon, edhe librat qiellore që kanë qenë, edhe merret që kanë ndryshuar. Momentin që e ka lexuar Kur'anin, çka thot në fund? Këtu thot e gjeta të vërtetën. Ja, pra tash arrita te e vërteta, sa Allah ka thonë wal furqan, dhe është dallues Kur'ani ndaj asaj që është e vërtet dhe e pavërtet. Për ata nëse ke dyshime në diçka, merre lexoj Kur'anin, dhe Allah Azza wa Jall ka me të bind për ata që është e vërtet nga ajo që është e kotë. Pastaj Allah çka thot? Edhe femen shahide minkumu shahr, dhe nga ju që e keni arrit, e keni përjetue muajin e Ramazanit, doni me agjërue. Ja, i cili thot është i sëmur, apo është në udhëtim, kjo është pjesë e temës, që Allah Azza wa Jall tash po e tregon udhëzimin dhe po e sqaron. Thot ai i cili e ka përjetu, e ka mri muajin Ramazan, le të agjeron. Jo veç kaq, thot ai i cili është i sëmur, apo është në udhëtim, ai kompenzon ditë të tjera. Pastaj kjo tem tjetër, se cilat njerëz lirohen nga agjerimi që janë të sëmur, jo çdo smuje të liron nga agjerimi, se ka mundësi ndonjë lloj smuje vetëm të jep mirësi me agjerim, ama ka lloj smuje që të damton dhe në këtë rast nuk ban me agjerue. Shembull, smundjet kronike me kancer të rana, ama të ka rani grip, apo një smundje vogël, kjo nuk do të thotë që mu largue prej agjerimi. Apo nëse je në udhtim, Allah Azza wa Jall ta ka lejuar që derisa të jesh në udhtim mos me agjeru. Dhe kjo tem tjetër sqarim që Allah e ka treguar, nëse e ki bën një jetë me udhtue vetëm me ik Ramazanit, ja nuk lejohet. Udhtimi që të ka ndodh, patjetër, kime shkuar dikon, e pastaj Allah e ka treguar dhe çka llogaritet udhtim, që kjo tem tjetër që nëse të ndodh, doni mi pyet njerëzit e dijes, hoxhallarët, dietarët, dhe ju tregojnë se çka llogaritet udhtim,
Pra Allahu këtu sa bukur e shpjegon, që është edhe kjo pjesë e temës nëpërmes Kur'anit, se jo vetëm që e keni obligim, po Allah e ka treguar kush e ka obligim, kush lirohet prej tij, e kështu me radhë. Kështu pra thot Allahu për juve dëshiron lehtësim, që mos mendoni keq për Allahun, që largoheni nga ushqimi pija, që është kënaqësi e epshit të shpirtit. Thot Allahu për juve dëshiron lehtësim, e nuk dëshiron vështirësi, që ju të sëmur me smundje të ranë, me agjeru dhe me dëmtu vetin. Jo, Allah këtë nuk e dëshiron. Apo ke bo rrugë të lartë në udhtim, dhe Allah Zogjel këtë nuk e dëshiron. Allah ta ka lehtësuar në këtë rast mos me agjerue, post nëse on dëshira jote. Thash tem tjetër është kjo, shembull ku jemi në udhtim, pra mos me nuk keq për Allahun, që Allahu e ka bo obligim Ramazanin, se Allah thot na dëshirojna për juve lehtësim, e nuk dëshirojna vështirësi. Allahu na i mësoft që të udhëzohemi me udhëzimin e Kuranit. Allahu na i mësoft që ti mësojna sqarimet e rrugës së drejtë që Allah Zogjel i ka treguar në Kur'an dhe i ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me ka që përfundojmë, e kuli kauli hadha, astaghfirullah li wa lakum.